Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. E premtja të fton të bësh hapjen e guximshëm drejt një synimi profesional që ke mbajtur për zemër. Energjia jote natyrale do të ndihmojë të kapërcesh pengesat. Në dashuri, lër pas në nuritë e panevojshme dhe përqendrohuni në momentin e tanishëm me partnerin. Demi. Sot mund të ndihesh më i lidhur me të afërmit, një bisedë e thellë mund të rikthejë ngrohtësi në familje. Financat kërkojnë një kontroll më të kujdesshëm. Mos nxitoni për shpenzime të mëdha. Kjo është ditë e mirë për të rikthyer ekuilibrin personal. Binjakët. Mendja jote preket nga krijimtaria sot, është momenti i duhur për të shprehur idetë, qoftë përmes shkrimit, bisedave apo planeve të reja. Kujdes me shpërqendrimet. Fokusohu në një projekt konkret dhe do të japësh rezultate të dukshme. Gaforia. Ndjenja intuitës është në kulmin e saj. Në ambientin profesional, do ndjesh reagime të thella përmes gjesteve të kolegëve. Në dashuri, krijo kohë për të treguar vëmendje. Një mesazh i vogël mund të sjellë gëzim. Luani. Karizma jote befasuese është në dukje. Sot është dita ideale të marrësh rrugë të reja ose të bësh një prezantim publik. Mos hezito të theksohesh. Diçka e re dhe veçantë mund të të pozicionojë përpara. Virgjëresha. Detajet janë aty ku gjendet suksesi yt. Çdo gjë ka rëndësi sot, nga dokumentet e punës te mënyra si organizon hapësirën. Në planin personal, ndihma e një mikut mund të sjellë ndryshim për çështje që ke lënë pas dore. Peshorja. Balanca mes detyrimeve dhe kënaqësive është kyçe sot. Nëse ndihesh i lodhur, lejo vetes një moment qetësie. Lexim, muzikë ose një dush relaksues do të bëjë mrekulli. Një bashkëbisedim me partnerin mund të ripërtërijë marrëdhënien. Akrepi. Sot energjia jote përqendrohet brenda, emocionet të thella dalin në sipërfaqe. Është ditë e mirë për vetë reflektim, mendimet e mbetura pas, dëshirat e fshehta, planet serioze. Kur i shurton me kujdes, mund të lindin vendime të rëndësishme për të ardhmen. Shigjetari. Etja për liri dhe eksplorim është më e fortë sot. Një bisedë me një psikolog mentor ose mësues mund të hapë horizonte të reja. Në dashuri, surprizoni partnerin me një diçka jashtë rutinës. Britsjapi. Ambicia dhe përgjegjësia vjen në pa. Sot ke mundësi të bësh një hap konkret në punë. Mund të jetë një detyrë që kërkon fokus, përkushtim. Në familje mund të lindë nevoja për firmosje, pagesa apo vendim për një investim. Ujori. Ndjenja për inovacion dhe ndryshim është e fortë. Mund të ndjesh një zhytje në një ide që ke mbajtur më njanë. Bashkëpunimet kolektive mund të sjellin frymëzim. Mendoj jashtë kutisë dhe mos hiq dorë nga ëndrat tuaja. Peshqit. Intuita dhe ndjeshmëria janë guidat e ditës. Sot është moment shumë i mirë për të përkthyer emocione përmes artit, muzikës apo poezisë. Në marrëdhënie personale shfaq ndjeshmërinë tënde. Partneri do ta di vlerën. Horoskopi në Top Albania Radio.